Mama, përshëndetje miq të dashur, përshëndetje, urojtjeni mas mirë në botë. Sot do flasim për një teknik të fuqishme manifestimi, një teknik që unë e kam përdor, po tani shkojmë hala ma fuqishëm për me kriju realitetin vetëdijshëm. Unë muj me thonë se vërtet shkrimi ka ba mrekulli në jetën teme, në gjitha sferat. Ju kam folë ma herët për shkrimin e realitetit paralel, kemi folë shumë për shkrimin e realitetit paralel, për këtë arsye dhe ja kam kriju edhe ditarin me punu çdo ditë, po thash, okej, tu mësu, tu vetëdisu, tu zgjeru vetëdia, natyrisht se vim edhe deri te metoda të reja, teknika të reja krijimi, dhe kam qef gjithmonë me nda me ju. Ju përshëndes shumë, unë u futa direkt në temë, po pres edhe pak para se të filloj me spjegimet. Përshëndetje Irida, përshëndetje Ziljeta, Ajshe, urojtjeni mas mirë në botë. Teknika kena sot mjaftueshëm, po a i bajmë, a i përdorim. Përshëndetje Selvije, Rinar. Okej, fillojmë kadale, sepse gjatë rrugtimit kyçen edhe tjerë. Për krijimin kam folë shumë, kam folë edhe në krejt librat e mia, kam ba spjegime në, se ditash sa janë 800 video në YouTube, e kam dhënë shumë, e kam folë shumë, po ju tham që gjithmonë mundemi me kuptu gjonat edhe ma thellë, edhe ma bukur, edhe ma thjesht. Shkrimi realitetit paralel. Po, Gyrhan, gjuha vibrimit është vërtet një audiolibër jashtëzakonshëm, e kam kriju edhe libër, edhe së shpejti keni me pas, sepse në libër unë kam bë pak zgjerim, e kam zgjeru pak si libër, dhe kam qenë diçka vërtet. Unë them ashtu dhe qysh ma kanë thonë njerëzit e akademisë që gjuha vibrimit, libri, është krejt zhvillimi personal, krejt spjegimi i krijimit në përgjithësi. Kështu që mezi presta keni ndur të juja dhe ta lexoni. Ju përshëndes edhe unë, për shoh se janë tu kyç tani, edhe ma shumë, po si do qoftë unë këtë video nuk do e bëj shumë gjatë, por do ja vla në Instagram, dhe nga nesër fillojmë 21 ditë meditim, pikrisht me ata se çka kam ja u spjegu pak sonte, dhe 3 net i keni falas. Për shkak se diçka regjistrimi nuk ka ba, unë do futëm në Instagram, por t'jeni live, sepse ndoshta vetëm ditën e parë unë do e postoj dhe tjerat nuk do i postoj, do jem vetëm live, dhe natyrisht edhe me antartë e akademisë. Bukur, fillojmë. Shkrimi i realitetit paralel. Hajde më shkruni se kush e ban shkrimin e realitetit paralel. Hajde më shkruni kush e ban shkrimin e realitetit paralel çdo ditë. Sinqert, unë jo, thot, unë, Olta, Njomza, bukur. Mirë. Unë në hipnoz i kam mësu që shkryohen lidhjet në tru.
qysh na e krijojmë nga një eksperiencë, nga një përjetim, e krijojmë një fotografi dhe një historie tonën për botën jashtë. Dhe e kam mësu po ashtu qysh me kriju lidhje të reja, qysh me kriju lidhje të reja për me kriju një realitet më ndryshe. Dhe qysh ato lidhje me i zbut, me i transformu në tjetër energji, me kriju tjetër energji në trup. Dhe kretë këto vite janë t'ju dhonë këto mësime, sidomos me antarët e akademisë ku bojmë edhe shumë ushtrime bashkë dhe meditime live. Shkrimi i realitetit paralel, ju kam folë edhe ma herët që e bojmë të shkrumen e të tashmen, si kur na e kem që ta shka na dojmë në realitet. Po, nga që na jetojmë nga e kalumja, do më thonë nga programit kalumës, do më thonë shumica e gjonave që na i mendojmë janë mendime që i kena mendu shumë herë dhe janë në program dhe ato i përsërisim, do më thonë që na e sjellim në fakt kalumen në të tashmen, tu e mendu, tu e fol, tu e përsërit, dhe e përjetojmë atë emocion, atë lidhjen tru, prap njejt, si kur e kena përjetu dikur në të kalumen, sepse truni nuk një dalim, e aktivojmë, edhe një diçka jashtë mundet me na aktivu. Dhe na fillojmë me jetu në të tashmen, krijojmë prap në të ardhmen, me ato emocione, me ato energji, me ato frekuenca, të njëjtin realitet. Dhe, për shkrimin realiteti paralel ju kam folë, por unë du ju jap një teknik tjetër, e kam bo një video shumë të shkurt, po thash, kjo teknik meriton një spjegim pak ma të thellë. Shkrimi nga verzioni i të ardhmes, shkrimi nga verzioni yt më i miri. Do më thonë, ti shkruan si kur jene qatë realitet dhe jetu të regu, sepse e kalumja ka kalu, është kry, na e sjellim, sepse është program, dhe e sjellim në të tashme dhe me qatë energji krijojmë prap të ardhmen. Dhe, çka duhet na me bo me këtë teknik të fuqishme, është që na, nga verzioni të ardhmes, me të regu historinë njëjtë që të regojmë tash për të kalumen. Sepse nuk po flasë se duhet me bo, natyrisht në akademi bojmë edhe shumë terapia, dhe e ndryshojmë qatë lidhje në të kalumen, për me ndryshu në të tashmen, për me ndryshu edhe ardhmja. Se nuk du me fol për ritrit, nuk du me fol sa shërimet ka ndodha atje, nuk du me fol çfarë energji e krijohet, dhe se çka lirojnë krejt njerëzit. Dhe se sa ju ndryshon pastaj jeta mas ritritit. E po, mujnë mu këthy prap, nëse aktivohet diçka tjetër. Edhe aty duhet me punu, sepse puna me vete nuk është njerëz 1 javë, 2, 3, 4. Është krejt jetën. Dhe, po i nali se po shpërqendrojnë këto komentet. Dhe njerëz dashtun, për me kriju, sepse ju tu e kujtu, tu e menut kalumen, jeni tu e kriju të ardhmen. Tash për me kriju një të ardhme më ndryshe, na flasim nga e ardhmja, në të tashmen flasim nga ai verzion, si kur është kry manifestimi. Si kur ti tregon që ka ndodha ajo, ka kalu njëjtë, si kur flet për të kalumen. Si kur ka kalu ajo, e ke përjetu dhe ti e aktivon në të tashmen. Me shkrim njerëz, me shkrim. Nuk po du me e thonë për telefonin na ka largu nga krijimi. Ju jeni të mënu që jeni të marrë shumë informacione, ju jeni të lidh me inteligjencën e pafundme dhe jeni të kriju vedishëm. Jo. E para, kokën e majmë poshtë, krejt kohën. Ne jena për me hecë drejt, me konë të lidhur me qilin, me krejt urtësin, me Zotin. Tjetra, përdorin vetëm 2 gishta, që shumë pak aktivohen, do më thonë, lëvizjen tru vetëm me 2 gishta. Kur na marrim lapsin, unë shkruaj realitetin paralel, tash ja spjegoj,
e shkruj me laps të kaltër, në një fletë që s'ka vija. E shkruj realitetin paralel, si kur të kryme, unë e bëj me falenderim. Tash kjo metoda që me shkru nga e ardhmja, si kur e kam jetu njëjtë sikur kur flasim për të kalumen, është super e fuqishme. Super, super, super e fuqishme. Sepse për mes shkrimit aktivohen shumë lëvizjen tru. Truni e menon që ka me shkru, e kryon, domethënë prej menimit, kalon në lëvizje. E kryon lëvizjen me dorë, me menu edhe tu e thonë edhe me fjalë, domethënë aktivohen ma shumë lëvizjen tru dhe fillon mu kriju lidhje e re, fillon mu kriju në trunin tanë lidhje e re, dhe fillon ti me i tregu trunit tanë, kjo është storia jeme tash. Kjo është storia jeme. Njerëz, unë nuk jam t'ju fol, këto janë edhe me shkencë, po unë jam t'ju fol gjona që i kam përdor, e që i përdori çdo ditë. Sepse kam përmisu krejt sferat e jetës. Kam hala normal dhe thonë gjona me përmisu të vetja. Njeri jam. Edhe përmisimi vetës ose puna me vetën nuk përfundon me 1 muj akademi ose 2 muj ose 3 muj. Tash 13 vite dhe vazhdoj me përmisu gjona, vazhdoj me kriju një verzion më të mirë temin. E shkruan si kur ka kalu ajo. Sepse truni krijon gjona që i ka të njoftuna, që i nje. Dhe ti tu i thonë që këtë e kam kalu, kjo ka ndodhë. Unë ju kam të regu shkrimin e realitetit paralel, qysh e kam ba deri tash, që e kam shkru si kur e kam, me falenderim. Faleminderit për shëndetin e plot, faleminderit për krejt, domethënë tove që i kam, por e ngre energjin të falenderu për gjona që i kam dhe pastaj aty mrena, si sandwich, ju kam të regu metodën, i fus gjanat që unë du me i kriju. Dhe truni nuk e din cila nuk është e vërtet. Fillon me i pas si të vërteta dhe ato. Domethënë ti i tregon trunit tanë, këto. Se qysh kanë me ndodh jashtë. Nuk është detyre jotja me ditë, sepse aty tani ti jenë kundërshtim me krijimin. Se ti du të me ditë shka donë. Pastaj vinë njerëzit, ndodhin sinkronizime, do të me marrë veprime, aksione inspirative, të momenti që nuk janë me zor, janë qasht leta ato, po i kam spjegu tek libri Gjuha Vibrimit edhe tek audiolibri tjetër që e keni në akademi. Kështu që njerëz, na 21 ditë kena me punu bashk, prej nesër 3 ditë i keni falas të gjithë, që ta bereni pak, ta shihni, ta ndjeni qatë energji. Kena me formulu për çdo pik një spjegim nga versioni yt i të ardhmes dhe pastaj në fund të programit, sikur kena me kriju kartën tonë të botës. Kena një map që e kena kriju na vetë dhe ajo është storia që na kena mja të regu trunit në vazhdimësi. Edhe pse gjatë 21 ditë, me meditim, me ato se që kena me i bo, kanë me ndodhë transformime. Por për me shku afat gjatë, sukur unë që kam shkru me vite, keni me pa njerëz që ju keni me kriju lidhje të reja në tru, nuk po du prapi më thonë se këto edhe shkenca i ka konstatu, po unë i kam të provu me në jetën teme, gjithçka shka kam kriju deri sot. Si shëndetin tim që se kam pas, raportet që kam, dashnin që jetoj, sikur lirin financiare, domethënë krejt i kam kriju me metoda që unë javjap juve. Qetësin që unë e kam në shpirt. Njerin që unë jam sot, e kam kriju, identiteti ndryshohet, e unë po javjap sot një teknik super të fuqishme, për me kriju identitetin tanë, po ullu edhe shkruj, se me shkrim, moni me telefon, kur gjo nuk aktivon, me 2 gishta nuk aktivon, kur gjo në tru, me lap, sidomos kështu, do më thonë shkrim, qysh thuhet, ti
jetu e kriju, do më thonë, dhe dishëm realitetin tanë. Sot njerëz, provoni, filloni, e kemi bërë disa herë manifestime edhe te grupi Beson e Fuqinë Tënde që është në Instagram. Njerëzit janë fascinuar, thonë, "Wow, nuk jam të tash pe besoj se unë e krijoj." Po, përderisa nuk vetëdijsojmë se programi jon vjen prej familjes, prej rrethit, pijama, qysh jena, dhe thojmë na që kjo është realiteti jem, po unë ta besoj sepse ti e sheh realitetin, qysh je i programuar. Po nuk është ajo që duhesh ti me qëndru pa tjetër që ashtu. Dhe e thot dikush, po që kjo është e vërtet. Po se ta konfirmon, truni i lyp konfirmime jashtë, me i konfirmu bindjet e tua të mrenshme. E hajde njëherë, qiten pyetje realitetin tanë. Kam thonë në njëherë, hajde ta ves që kjo, a është e vërtet që kjo, a unë jam të e pa që ashtu. Më thonë, qiten pyetje njëherë realitetin, iluzionin që është jashtë, që ti menon se është që ashtu. Nuk është qështu, është qështu sepse ti e sheh qështu, sepse ti e përjeton qështu. E kjo metodë është super e fuqishme. Ju thash, na prej nesër, e keni edhe ju të gjithë, që menoni se s'keni mundësi, po, 3 ditë e udhëroj me e pa edhe me ndje edhe ju, që ju mundi me kriju realitetin e juve, që ju e keni dorë, e nëse menoni njerë se nuk ki ndorë dishka, atër gjithmonë e ki ndorë ti se qysh do me pa që ta. Gjithmonë është ti, është përgjësia jotja. Nëse këna me fillu fuqishëm, e krejt juve që në sonte ja kam dhonë këtë teknikë. Bani, mos shkoni të i lyp 100 teknika, unë du në të ardhën m'ja kriju edhe një libër me teknika. Kam shumë teknika që kam përdorë. Kam bërë shumë lloj terapia, kam bërë lloj gjana. Po du m'ja dhënë teknikat krijimit, e pastaj ju e zgjedhni ata që rezonon me ju dhe bani ma lehtë, mëse bani, tash ka thonë Valentina pe bani. Bani me lehtësi, me kënaqësi, sepse natyrë shkon ashtu. Natyra është e tillë. Edhe unë në fillim jam kon skeptike, kam thonë, ai, po bre unë veç pe menoj Ferrari dhe tash kam me pas Ferrari. Jam kon skeptike me këto gjana, derisa i kam kuptu në thellësi, çka duhet me ndryshuar, jo veç me marr dije, duhet me punu, me emocione, duhet me ndryshu emocione, duhet me fillu me diçka që e ki përjetu, me kriju më ndryshe, me kriju lidhje të reja në tru, me këtë metodën. Po gjithmonë të fokusu me falenderim, faleminderit, që e kam jetu dashnin e jetës teme. Faleminderit, nuk e ki hala, po truni nuk din dallim. Fillon me, sepse edhe ti po flet për të kalu, më po thu, nuk jam të rraj se e kam kalu. E vërtet është. Po ti tu e konfirmu e jeton prap. Okej? Kështu që mu shkrimi realitetit paralel ma ka ndryshu jetën, kam ndryshu shumë, kur jam ullë me shkru, ndjesin që e kam pas, ato që i kam shkru me falenderim të thellë, sa që nuk e di njerës, thjesht, kur gjo jashtë nuk krahasohet me qetësin edhe me qëndrimin që unë e kam të mrenshëm, e ata prap e kam kriju me shkrimin e realitetit paralel. E kjo shkrimi nga verzioni i të ardhmes, duket, se di, më duket shumë e fuqishme shkrimi i realitetit paralel, por edhe ky shkrimi nga verzioni i të ardhmes është super i fuqishëm. Mbetet e ti me besu edhe me fillu me e bon. Sa gjatë ka më shkru, Valentina, sa du të më shkru, për derisa ti konfirmon hala dhe je fokusume te mungesat, te gjonat, fokusohu që aty jepi energji që asajna, falenderimit hek prej mungesës. Shkruj me falenderim, faleminderit që e kam, faleminderit, dhe ky shkrimi nga verzioni i të ardhmes, ka me të pru të qaj verzion, ka me të pru sepse aktivohen shumë sinapse në tru gjatë shkrimit. Për këtë arsye ditari 7 minuta. 7 minuta në ditë!
Përmeni mu vetës, e kam mosh një detar dhe tash s'kam nevoj me shkru ma. What? Që 13 vjet. A ka pas në herë? Po, ka pas në herë që në i ditë. Gati si dhe nuk e kam të nevojshme me shkru, se për mu është e besushme. Na i bojmë disa gjona për me besu. Për me arrit besimin e plot për qëta. Për me u dok normale për ne. Nëse dishka... Gjona që i ke jetu doken normale sepse i ke jetu. Njej dush me ba dhe me verzionin që ti don me arrit. Me tu dok sikur normale që është normale për ty. Për mu është normale sot me i pas disa gjona. A ka qenë normale për verzionin të ma heret? Jo. Shtu që përdorni metodat, fillojmë nesër fillojmë me ditën e parë, 21 ditë meditim. Për shkak se diçka linku i regjistrimit nuk ka ba, unë do futëm live në Instagram, vetëm ditën e parë do ja vla në Instagram, ditë të tjera ini prezent, sepse nuk do i la në Instagram. Du që ju me u përkushtu njerës, me u përkushtu, me adhon vetës qatë ko, me punu me vetën, sepse jeta nuk është jeta është që shtije mrena, dhe këta mrena ti mund është me ndryshu, unë jam këtu para teje dëshmi e gjallë, për krejt sferat e jetës. Se nuk ju flas teoria, ose nuk ju flas shkenca, ju flas gjonat përjetume. Normal që edhe shumë gjona në shkencë kam marrë, po i kam përjetu vetë. Plus përjetimin që unë e kam pas meditim, asë një shkencë, asë kur gjonës me marrë përshkru, asë me ma dhanë, është përjetimi jemi personal. Kështu që, uroj që sot ju kam qu pak prej gjumit, e me fillu me bo diçka për vetën tane, e me fillu vëdishëm me kriju realitetin tane. Ka me të thana ajo bindja, jo qysh, ti përshkruan se ki, e ki lirin, ti se ki, në fillim. Ka me kundërshtu ndërdia jotë në fillim. Punë e madhe, ti mos u nal me i thonë që kjo tash. Deri sa të bëhet realitet jyti. Deri sa të bëhet realitet. Okej? Po jo lëshoj pak komente se garant nëzis po pritni me folë. Kështu që do të jetë gjithshka si pas besimit tanë. Gjithshka përjetoj që shtu që shumë e besoj. Kështu që uroj që ju sa ma shumë njerëz e kuptojnë fuqinë e tyre që e kanë. Sa ma shumë njerëz e kuptojnë që storia që na ja kallëzojmë vetës është realiteti që na jetojmë. Sa ma shumë njerëz e kuptojnë që smundja ekziston të qaj identitet. Nëse ndryshon identiteti nuk ka ma sëmundje. Sëmundja jeton derisa e nje pronarin, derisa kur nuk e nje ma pronarin, smundja s'ka ma vene në trup. Hej njerëz, në rritrit, like shka kena pana. Tu ndryshu energjia, tu liru ankta, tu liru atak paniku, tu liru vajza që nuk ka dëgju, ka fillu me dëgju. Më thonë, kena pa mrekulli para syve. E unë, tash 13 vite, okej, tash dikun 8-9 vite jam në publik, kam pa mira transformime, e nëse ata njerës kanë mujt, e nëse unë kam mujt, e gjithaj grup që e kam në akademi, atër mund është edhe ti. Mund është edhe ti, po ka njëherë këna nevoj të kush pak me na shkun. Se me mujt, kisha orë ka një krejtë, me thonë, qu, bandë shka për vetën tane. Qu, se jeta është e bukur kur ti din me jetu. Edhe ti e ki ndorë, nesër, ini prezent, live, nesër, kena me fillu fuqishëm, sepse dhe tema është e fuqishme. Kjo është baza, nesër është baza e krejt 21 ditve, po edhe baza e krejt jetës tane. Nesër, ka me qenë live edhe në Zoom me grupin e akademis, por edhe këto në Instagram. Kështu që nesër në ora 20, fletoren për para, hap në veten njerë, sepse e di se kundërshton ato, e di se dikun është ta ki dëgju se këto janë pralla ose kësisane. Edhe unë jam kanë skeptike, po prap kam marrë me besu për veti se s'kam mujt ma me jetu si qaj verzion që jam kanë ma heret.
se s'kam mujt ma me i duru gjonat që i kam duru në atë kohë, se s'kam mujt ma me nejt e smut non-stop, se nuk kam dasht ma, jam ngi, e ka njëherë zorin ashtin e ndryshim. Okej, jam vërtet, sot jam vërtet shumë falenderuese vetës për krejt zhvillimin që e kam ba, jam falenderuese vetës pa fund që paret më të mëdha i kam shti në veti, kam investu në veti, pare është energji shka investon e merë shumë fish, këta ma ka vërtetu jeta, jam falenderuese vetës pa fund që s'jam nal, edhe kur e kam dje mu dorzu, nuk jam dorzu, kështu që uroj që sot të ndjeni pakat atë shtyrjen, e di kena nevojena njerës, nuk kena vetën e këtë bëthot, dikush unë e i baj vet, i di vet, jo, edhe kur ki lind ki pas nevoj, dikush me të fshy, dikush me të ndërru, dikush me dhonë me pikë, kështu që mos lene egon anash, se unë jam kanë, le që jam kanë njeri që jam anku mas shumë ti, për gjithë shka jam anku, po jam kanë edhe njeri që i kam ditë krejtë sanët, jam kanë ajo, aller visër thojnë gjermantë, krejtë i kam ditë, në di ma mirë, kur gjonë si shakon të ditë, heq kur gjonë si shakon të ditë, kur gjonë, krejtë shka i shakon të ditë, gjonat që më kanë ba damë, shtu që, ju du shumë, ju përqafoj shumë, ju thonë du një vetën edhe dashuria për vetën është një proces, kështu që po du më ju thonë që ini dëbuta edhe dëbut me vetën e juve, edhe nisjani dikon, nisja, edhe vazhdoje këtë rrugtim, shijoje çdo vetë disim që e ban, për shkak çdo përvoje që ki pas, vetë dison diçka, mëson diçka, dhe shijoje krijimin e realitetit tanë vetë dishëm. Ju thash, nesër jam live i një prezent, vetëm një ditë ja vlan Instagram, nuk ja vlan tjerat. Sepse du ju me e marë kohën, së kur unë që e kam marë, i kam lanë shoqet, i kam lanë gjanat, i kam lanë kafet pashku me i pi, i kam lanë, do më thonë, rrethin, jam shkput komplet nga rrethi, kam nej vetë disa vjetë, për me zhvillu vetën, për mu bo ky verzion që unë jam sot. Edhe ju, merrni kohën për vetën e juve, sepse jeni me rëndësi, njerëz. Ti je me rëndësi. Okay? Unë ju uroj një natë të mrekullueshme, ju du shumë. Unë jam manifestimi juji, sepse tash, tema për lidh temën, kur kam fillu meditimin në fillim, kur ti e nalë atë programin, kur ti e nalë, ti dalin vizione e gjona që nuk janë pjesë e identitetit tanë, po janë pjesë e shpirtit. Edhe unë e kam po vetën të folë, para njerëz, unë e kam po vetën pikrisht kjo që ka ndodhë, edhe ashtu ndodhë, edhe kam thonë qysh unë me dalë me folë që unë e kam blokadën fyt, unë e kam qaq frikë me dalë me folë para njerëzve, sepse mu ka thonë shuj ti më shalegojnë se ti e femën, mos folë shumë. Edhe thjesht jam sot shumë hala ka jeta me mësu, hala kam gjana të bukra me kriju e me ba, e mu forcu, po jam shumë e lumtur për deri këtu ku kam ardhur, jam shumë e lumtur për krejt manifestimet e juja, jam shumë e lumtur për krejt njerëzit që janë shëru përmes mësimeve të mia, jo unë i kam shëru, ata kanë shëru vetëm përmes mësimeve që unë i kam dhënë, energjia, gjitha ato, po ata janë hap, ata kanë dasht, ata kanë besu, ata kanë punu me vetin, kështu që është merit e jotja, jo e jemja, po unë jam falendëruese për veten time që unë jam bërë shembull, jo vetëm për fëmijën e mi, jo vetëm për rrethin, por edhe për krejt ju, sepse na nuk muj minimu tjertë, t'ju dhon mësime, t'ju dhon shkenca, të munu më ka na dikush tjetër që s'jem, por na mujna minimu tjerve vetëm përmes shembullit ton.
vetëm përmes shembullit ton. Kështu që çdo përmirësim të vetja përmirëson edhe në botë, e ban edhe për fëmijën tanë, e ban edhe për rrethin tanë, bëhesh inspirim për tjerë. Nëse ti guxon me thyë atë zinxhirin, nëse ti guxon me kon më ndryshe se rrethët, nëse ti guxon me vepru, atëherë ti ki me kon inspirim edhe për ata, që edhe ata me guxu. Ju du shumë, natën e mirë të gjithëve, shifemi nesër në ora 20, fillojmë 21 ditë medititim bashk. 3 ditë i keni falas të gjithë. Ju du shumë, natën e mirë.